Si ishte edhe një historia dhëmbit? Unë me një litar e bëra kështu litarin, tharë se mos më kishtë ndonjë gjën këtu ula direkt në divan, tharë se mos më kishtë ngezë ndonjë gjë dhe pastaj thash qyqa, lëvizi dhëmbje prej kametor. Dhe pastaj i tregova Dajës, o Daja, qyqa e zoti madh, una lëvizi domi dhe i bje që ta eq, po desha që t'ja tregosha babit dhe mamit, por una u tërbova. U tërbove? U tërbova dhe iku direkt dhomi e mora. Kur tërbove shkullim në dhëmbër dhe tani? I shkulla direkt dhe iku. Babi, po nuk shkulla dhëmbët ashtu babi. Dhëmbët hiqen kur kanë një problem.